Një rritje prej 11% krahasuar me vitin e kaluar të hyrave vjetore, Administrata Tatimore e Kosovës deklaron se ka regjistruar për këtë vit. Bazuar në të dhënat, si vjet janë mbi 1 miliard euro, ndërsa bizneset llogaritet të kenë qarkullim rreth 25 miliard euro. Gjatë prezantimit të raportit vjetor të ATK-s, Ministri në detyrë i Financave Hekuran Murati foli për rëndësinë e këtij institucioni. Mes tjerash, Murati tha se të hyrat vjetore pasqyrojnë edhe rritjen e aktivitetit ekonomik. Shifra prej 1 miliard euro për herë të parë në historinë e ATK-s është mbledh apo është përmbush me datën 16 dhjetor të këtij viti. Pra ende pa u mbyllur viti, janë arritur 1 miliard, prandaj është një rekord historik që po besoj duhet t'i gëzohemi të gjithë. Murati po ashtu tha se shifra e të punësuarve në muajt e fundit ka arritur në 435.000 vende pune aktive, që janë të raportuara në ATK. Ndërkaq, drejtori i përgjithshëm i ATK-s, Mentor Hyseni, vlerësoi se rezultatet e këtij viti përbëjnë një moment të rëndësishëm për institucionin, pavarësisht sfidave të vazhdueshme me mungesën e stafit. ATK po përballet me një mungesë të numrit të punëtorëve që sillet diku rreth 30% e me një moshë mesatare që tek ka lënë 51 vjeçën. Pra megjithatë, edhe për shkak të këtyre dy mungesave, ATK ka arritur të krijojë një numër të hyrave që tek ka lënë 1 miliard. Po ashtu në kuadër të luftimit të informalitetit dhe shmangjes tatimore, ATK ka identifikuar 240.000 tatim pagues aktiv, prej tyre mbi 140.000 biznese dhe mbi 99.000 persona fizik jo afarist.